aty ku punojna kemi mishtërishe, kanë shumë ollta mira, kanë vlera për shembull në gjysmë milioni, në olltheme. Gjysmë milion. Po. Edhe? Vinë të na për shembull për me mbajt servisin, kontrollën dhe bojmë na. Se dhe unë e kom mësu zanatën edhe me kjerat vjeta, me motorat vjeta, si thojnë këta me kubrator. Ashtu po. Edhe di mi i rregulluar. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jeni? Ka nga Komuna Gjakovës. Gjakovës. Po. Pse je son Ferizaj? Po je marrë pak pushime, për Zvicra. Po dalmi... Jeton në Zvicër. Po, po. Edhe ke dal me i vizitu qytetet tona. Po, vërtet. Përveç Ferizajt, cili qytet jetër ka qenë në këtë pushim? Kom qenë në Ferizaj, këtu në Ferizaj më Përzëren, Pejem, konë, Gjakovë. Domethënë kryesisht qytetet më të mëdha i viziton. Po, po. E praktikon këto çdo herë që vjen? Ku të mbjen kohë, po, po. Në rregull. Pyetja kryesore që kam për sot është, xhelozojnë më shumë femrat apo meshkujt sipas teje çdo herë? Shpytje e mirë se për ka mendimin jam është gjelizia dy anëve. Si ka femra, si ka majshit. Pak më shumë? Unë mendoj se femnët gjelizojnë pak më shumë. Femrat. Po. Pse? Po tash se unë jam vetë i martum, kam 2 fëmijë. Okej, me jetë gjatë. Faleminderit. Ç'ka më thonë? Na ma shqiptarim shumë me shokë, ata mendojnë se femnët mendojnë se shumë këtë të ka, na jem kafë për shembull aty. Po. Po, njëkohësisht po besoj që të njëjtën gjë mund me mendua edhe një mashkull. Po, vërtet. Një femër, Po, kur del ajo me shoqe. Po, vërtet, unë jam vetë, tregon, jam në Zvicër, jam martum, kam gruan, po gruaja jam dashlia për me, dhe kuptohet. Nuk je xheloz. Jo, xheloz Me mos. me mos, po, bravo. Apo më tregon çfarë kishte me çty ty me u bë xheloz ndoshta. Edhe me dol pak prej vetes. Çfarë xhelozon më shumë? Unë Po, si ti personalizisht xhelozoj më shumë ku del ose dikon ku se di unë. Domethënë ti Kam vetë qenë kiçë të tregu, adin me të informu çdo herë. jo më informu çdo herë, çdo minutë diçka, vetëm më informu ka shkoj që do ato kërkun puna, adin. Në rregull, jo me të pyet po me tregu. Po, E mirë kjo po m'pëlqen. Tha që je në Zvicër. po. Çka punon atje, me çka merresh? Unë jam automekanik, kam shkollën e majsterit, po. Sa është e vështirë puna që e bën? Nuk është e vështirë shumë, jo. Nuk është e vështirë. Ka, është rari, lodhja normale është, po, është se ja punë tjetër, po. Edhe e bën me qef, Po, po. Nëse të pës pak me të fut në profesion, cila është vetura ndoshta më e mirë që je morë me të, ke punu të, ose më me vlerë? Kom punu disa vetura, kom punua vetura shkajnë ollta mira. Ollta mira? Po, aty ku punojna kemi mishtërishe, kanë shumë ollta mira, kanë vlera për shembull në gjysmë milioni, në olltheme. Gjysmë milion? Po. Edhe? Vinë të na për shembull për me mbajt servisin, kontrollën dhe bojmë na. Se dhe unë e kom mësu zanatën edhe me kjerat vjeta, me motorat vjeta, si thojnë këta me kubrator. Ashtu po. Edhe di mi i rregulluar. Po më tregon më shumë punot me olltajmerat apo me... Me olltajmera. Definitisht, olltajmera. Në rregull. Tjerat e sotët kanë shumë elektronika, gjithsesi kom kry shkollën për to, po olltajmerat janë shumë atë shleshëm më punu, atleta, gabime me gjithë ma kallajtana. Ashtu, i ndrum. Faleminderit shumë, nëse kivi që një përshëndetje për këdo. E përshëndesh familjen teme. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalo sa më mirë. Faleminderit.